Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun që të na bën nga robërit e tij falëndërues. Lavdata të bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar, patëm rastin dhe nderin që të mësojmë për emrin e Allahut An-Nasir. Dhe kuptuam ajetet kuranore që flasin për këtë emër, kuptimet e këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala dhe morëm disa prej përfitimeve nga ky emër që neve na duhen në jetën e përditshme. Kur flitet për këtë temë, për ndihmën, për fitoren, atëherë padyshim se shpesh herë bën analiza të ndryshme se a thua vallë kur një musliman ose një grup muslimanësh konsiderohen se kanë fituar dhe kanë humbur, dhe gjithashtu në kuadër të kësaj bën edhe analiza, komente, debate të ndryshme, madje sot më të madhe bën se a thua vallë cilat janë shkaqet dhe mjetet që duhet musliman të kenë parasysh që dalin nga situata dhe kriza që nuk ka nevojë shumë analizë me kuptu se çka na ka kaplu për dalë në mejdan e fitores dhe ngallënimit. Dhe gjitha këtu do të thotë nganjëherë bëhen në përputhje me emrin e Allahut An-Nasir, e nganjëherë nuk bëhen në përputhje me emrin e Allahut An-Nasir. Prandaj edhe trajtimi i kësaj teme në mënyrë të duhur ka të bëjë me këtë emër të Allahut xhalla xhelalu, pasi që ky emër është drejt për drejt i lidhur me tërë këtë proces që ne po na duhet të dalim nga humbjet, dështimet, poshtrimet e ndryshme, të ngritemi drejt realizimit të qëllimeve madhore që Allahu xhallahu ala i ka kërkuar për neve. Të kalojmë sfidat nga dhënim mbi çdo kënd i cili nuk bën të jetë mbi neve, çka do qoftë ai? Dhe kur do qoftë ai? Dhe të jemi në nivelin e duhur të asaj që Allahu xhallahu xhelaluhu ka kërkuar për neve. Fillimisht, vëllezër nderuar, ka shumë gabime, madje keqkuptime që qarkullojnë kur bie fjala për fitoren. Çka është fitoreja? Nuk është tema jonë që të flasim na tash për këtë temë, nga kjo është temë veti. Çka është realiteti i ngannimit dhe fitores? Kur ti ke fituar dhe kur ti ke humbur? Mirë po, nuk duhet përkufizu fitoren vetëm atëherë kur ti e mposht një armik që ta ka marrë tokën dhe ti ja merr tokën atë. Nuk është vetëm kjo fitore, edhe pse kjo është fitore, s'mund ta mohojmë. Mirë po gjithashtu në kuadër të kësaj nuk duhet me konsideru në kundër të kësaj se na jemi mposht dhe kemi humb veç atëherë kur kena humb një copë toke e jo diç më tepër. Ktu është problemi atë. Dikush ka fitu se ka shumë për krahës, e dikush ka humbë dhe ka dështu se ka kërkon mas vete. Dhe kjo është gabim, kur të flitet për fitoren dhe ngannimit dhe dështimin. Prandaj, aja çka duhet ta kuptojmë këtë temë është se ka fitu ai i cili e ka arrit kënaqësinë e Allahut azza xal. Edhe pse asnjë fitore nuk duket se e ka në këtë botë. As se ka dikon me vete, as se ka 1 metër tokë që shkel mbi të, as se ka një tro drite që është e përjashtë, kur gjë s'ka. Apo, ky mund të jetë fitimtar nëse ka arrit kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Dikush mund të ketë hektar të shumt në posedim dhe mund të ketë shumë autoritet dhe mund të ketë shumë dritë dhe pasuri, mirë po tek Allahu të jetë i humbur. Prandaj kuptimin e fitores dhe humbjes duhet ta kuptojmë në kuadër të kuptimeve kuranore. Jo në kuadër të asaj që ka e shohin sytë tonë, apo e dëshirojnë vetët tonë. Ka pas nga pejgamberi i Allahut azza xal i cili, do të sikur që deri Nuhi alayhis salam, 950 vjet investim me një projekt veç. O ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhuroni Allahun, s'keni të tërë me adhuru pas Allah. Ç't projekt ka pas Nuhi alayhis salam? 950 vjet, edhe në fund një anije, tash paramendoni me durr vetë anijen Nuhi Titanik s'ka mujtë me marrua. Apo, sa me durr vetë ka marrë Nuhi alayhis salam anijen. Sa ka mujtë me kon anije e madhe.
Apo që aty i kanë zonë edhe insant që i kanë besu në të, e i kanë zonë edhe pej kafshëve që i ka shti, do të thotë, pej çdo kafshë ka marrë nga 2, apo çifte e kështu me radhë. Prandaj sa ka mujt me Kurani atje e madh apo? Sa kanë zonë aty? 950 vjet me një projekt dhe tan këta padyshim se me kalkulimet e shumta e sot Nuhi nuk ka fitu. Nuhi ka hub. Ka hub se ka mujt me marrë me një biznes, apo kish bile parë kish tonë mas vete. 950 me një projekt në fund 50 me vete, kjo me kalkulimet e kësaj bote është dështim. Po mirë pa që thotë që Nuhi ka dështu, nuk ka musliman. Apo andaj këtu fërkohen kuptimet tona ato. Nuhi ka fitu, dhe është fitimtar, edhe mos ish arë asgjë mas veti. Se Nuhi sa me ka bërë atë që ka kërkuar Allahu prej tij, dhe kjo është fitore. Besimtari fiton atëherë kur e bën atë që Allah e kërkon prej tij. Jo kur atëherë u pëlqen të tjerë çfarë ai bën. Jo kur atëherë ndjekin të tjerë, kjo s'është fitore. Kjo mund të jetë fitore në këtë botë. Ai mund të merr medalje, mirënjohje, mund të merr autoritet, mund të përhapet emri i tij, gjitha këto mund të bëhen. Mirë, por nuk është në përputhje me Nasir. Apo e na tham, kushdo që nuk fiton, kjo është shumë më rëndësishme kuptu. Kushdo që nuk fiton përmes emrit të Allahut Nasir, është diktator dhe pushtues. Ose me zëra ka marrë. Ti se meriton këtë me kon këtu, mirë, po për shkak se dikush që duhet me kon është pak i vonum, e ti e ke marrë apo. Apo prandaj sikurse një karrik, një vend i caktuar, apo është i dedikuar për dikon ai që ty do të tina ata që të mulaj. Mi pa ju vanu, soan ku në dur, or dikush para ti dhe ul, apo. Ai thuhet ka fitu, jo ai s'ka fitu. Jo ai s'ka fitu. Apo ai ka uzurpu vendin e dikujt apo. Prandaj kushdo që fiton, çka do qoftë pasuri, qoftë autoritet, qoftë pasus, kushdo që fiton, jo në përputhje me emrin e Allahut Nasir është uzurpues. S'është e drejtë e tij me pasë këta. Mirë, po ka uzurpu. E uzurpimi në dunjë është i mundshëm, uzurpohet toka, uzurpohet pasuria, uzurpohet autoriteti, këto uzurpohen apo. Për këtë arsye, për ne është interesant me fitu në kuadër të emrit të Allahut Nasir. Se nëse se fitojmë kët uzurpues për uzurpues, atëra matet me fuqi mandej apo. Se nuk ka internim të atij që është Nasir apo. Nuk qenë rruga përfitore, po atëra duhet me qenë vet udhën. E kush e ka makinerin më të sofistikuar për me qenë udhë, e qenë më shpejt apo. Tani këtu llogaritja bëhen në kuadër të kësaj teme. Prandaj sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, yati an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ditën e gjykimit vjen një pejgamber, asnjë njeri me vetë se ka. Kush s'është shkuar pas hiç. Ai thotë ka humb kë ngrad, ka dështuar kë pejgamber, naudhu billah. Ai ka fitu nga se e ka kënaq Allahu xhallahu ala. Mirë, po kjo s'bëm me thonë mos puno, mos u angazho, se kam kërkon hiç, ka pasur pejgamber, ja kështu. Ti jep mundin si Nuhi alayhis salam, e tani thuj konfituar. Nuhi alayhis salatu wassalam 950 vjet apo. Çfarë thirrën atë? Shikojnë çfarë thirrën. I ka thirr haptas edhe fshehurazi. Publikisht apo edhe në vetmi. Lejlen o nahara. Ditën i ka thirr, po edhe natës unë alkur. Çështu nuk i ka punu 950 vjet. Wa inni kullama da'awtuhum. Krashi këtë kum shpenzu, sari kum thirruna apo ja'alu asabi'ahum, i kanë fut gishtat në vesh apo. Pa çfarë nënçmime, apo? Edhe çka kanë bëu kur s'ka kry punë gishti, ostagshaw thiyabahum. E kanë lu kryt me teshën që kanë pas. Veç mos a erdha, veç mos sham munit ko. A kanë nënçmim? Njëherë dikujt më apo çështot, apo o zot do gur më të ndaj që i ki mëti. Apo 950 ka duru tu e nënçmu çështot. E kjo e ka marrë se bebe nujë sa. Prandaj ka fituar. Edhe pse s'ka pas shumë vete. Nga se nuk e kanë gut ato çka i takon Allahut e jo njerit apo. Kur Yunus sa me ka gut ato çka i takon Allahut e jo njerit, e ka gut ai vet. Allahu xhallahu ala e ka burgos
apo në barkun e balenës. Nuk është e jotja ti me vendos a udhëzon këtë as udhëzon. Kjo është e jotja. E jotja është mu lodh, mirë mu lodh. Apo edhe musil çështë që Allah e ka kërku. Po, nëse ka duru pejgamberi sa sa të lifar fjalë, kush ti më na mos më duru Allah. Ati ka thonë rëndës edhe ka duru. Po në Mekë ku një dopt, jo Allah dhe në Medinë i ka thonë që shtoptë. Munafika që shtu i ka thonë. A ka thonë Abdullah ibn Sululi, sem min kelbek ya'kulak, trashe qanin tani të kafshon qani. Që shtu ka thonë për Muhammedin s.a.s. Na e kena trash, e kena majt, buks ka pas më ngër Mekë, na e kena majt në Medinë, e tani të kafshon ai. Që shtu ka thonë munafikat e Medinës. Pejgamberi s.a.s. ka po sabër. E po kuptim, ky sabër ka kuptimin e vet, po flet gjithmonë ty kërvru kuptime fetare. Mirë po them që nuk ka asnjë situatë që na duhet më thonë që nëse çështu të thot, na themi kur çështu nëse. Ne themi çysh ka thënë Allah dhe pejgamberi s.a.s. Një ditë ka nejt një grup i ulemave në mejlis dhe aty ka qenë Yahya ibn Muadh. Edhe kanë biseduar se çka kishte pas qefti. Kësi muhabete kanë qenë të rralla. Po jo në kuptim dunia llokut, po pe dëshirave të ahiretit. Ka thonë çka dëshiron ti? Njëri ka thonë dëshiroj atë, për shembull, pe ibadeteve kanë përmend, pe punëve të mira, ose Yahya ibn Muadh ka thënë, unë e dëshiroj atë që Allah dëshiron. Unë s'di çka më dëshiroj. Nuk di çka unë më dëshiroj, po them e dëshiroj atë që Allah dëshiron. Andaj gjithmonë dëshirofsha atë që Allah dëshiron atë. Atë njëri nga prezant që ka qenë prezant për ulema ka thënë, kësaj radhe ishte fitoria Yahya ibn Muadh. E tha fjalën më të mëshme atë. Andaj asnjëherë ti nuk duhesh me paragjyku diçka. Apo se nëse e thot që ton, nëse e bën që ton, na themin çka do që nëse ndodh, kena me bëj çka ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse pastaj pas kësaj ti e ke bëj çka ka thënë Allah pejgamberi, po s'ka dalë rezultati ti ke fitu. Ti ke fitu apo. Kjo është kuptim shumë i rëndësishëm me kuptu tek çështja e humbjes edhe fituar. Nëse kena fitu Allahu xhallahu ala, krejt tjerë që i kena humb, apo kurrë s'kena humb. Këtë Allah t'i kompenzon. E nëse kena humb Allahu xhallahu ala, krejt me fitu kërkon se kena fituar. Kjo rregull që duhet ta mbajmë mend gjithmonë sa të jemi gjallë. E kur dalim tek sebepet, çka janë sebepet, mjetet, na duhet na dakordum se duhet më u angazhu, duhet më punu, apo kur folet për sebepe, shumica e muslimanëve sot sebepet i kanë materiale apo ne e dim që materializmi dhe komunizmi është një sistem fort i keq që kena pa sherrin, apo edhe s'është hiç i mirë. Islami s'takohet kurrë me komunizmin dhe materializmin, po fatkeqësisht na takojmë gati çdo ditë ato me punët tona apo. Se na kurzojmë shumë aspekte materiale për realizimin e qëllimeve dhe fitoreve të caktuara, duke anuluar dhe duke lënë anash disa sebepe themelore dhe vendimtare që janë për të ecë përpara. Andaj nga ky aspekt dhe shumë tjera bëhet e qartë se pse duhet na me fol për sebepet e fitores apo. Sebepi parë i fitores të ndëruar dhe kryesori është besimi i drejtë në Allahun xhalla xhelaluhu. Nëse dënë me matë këtë umet, sa është afër fitores, shikoj investimin e saj në përmirësimin e akidës. Kur gjë më shumë. Muslimanët kanë me konë shumë të forë se jenë të e përdhuni, kur gjë s'kanë me bëmë. Nëse s'kanë iman, kur gjë s'kanë me bëmë punëm. Edhe bombën atomike me ndorë sen që jynë. Në qofë se nuk kanë besim. E ku për din, unë së di, unë së di këtë punë, unë analist nuk jam. E po e dini aja që Allah xhallal xhelalu ka thonë surën An-Nur. Apo surja An-Nur është që errësirët e njerëzve në qitë drita, që ta kam në Nur, drita. Andaj plot njerëz janë në errësirë në këtë pikë e Allah në surën Nur e u qel dritën duke thënë wa'adallahu alladhina amanu. Na thamë që nëse sfitojmë përmes nasirit, kur do s'na vjen. Apo e ai që ka në nasir, po thotë wa'adallah. Allahu ju ka premtu atyre që kanë besu për juve dhe kanë bërë vepra të mira, le yastakhlifannahum fil ard.
se këtyre do t'u mundson udhëheqjen e tokës. Kjo është kusht. Besimi i drejtë. E për besimin e drejtë të ndëruar është që vepra të jetë pjesë e besimit. Një ummet në shumicë dërmuese që menon se e ka zemrën e paqë pa u fal, apo dhe menon se me zbulim, me pashami, kanë mundësi me konë drejgjet më në xhenet, ky ummet nuk jep shenja serioze të gjallërisë dhe të fitores. Prandaj besimi në Allah xhallahu ala, reflektimi i parë i kuptimit të këtij besimi është kur ne kuptojmë se nuk ka besim pa vepra. Nuk ka mundësi me u mjaftu deklarativisht se ka besim. Por duhet që të jetë i shoqëruar me vepra, me punë, me kryen obligime, me largimin nga ndarje. Andaj, nëse imani nuk lidhet me ibadet, nuk është iman funksional apo. Dikush më thonë që teorikisht ka dikush të thot akiden më mirë, ndoshta se plot njerëz që janë musliman. Teorikisht. Mirë po, a është zbërthy kjo akide, ky besim? Në detalet të adhurimit pastaj jo. S'krim puna. Ka orientalista që din hadithe shumë më shumë sonë edhe thjaftë. Madje atë një libër për klasifikimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mundësinë e kërkimit të hadithit me lehtësi shumë të madhe përmes fjalës hadithit, shkronjës hadithit, veç një shkronjë din hadith, tash është lehtë me këto pajisje. Por para s'ka pas kështu. Kam vë libra të posaçme. Ti e keni një hadith nuk din ku është. Apo? Po veç një fjalë din, pjati. Kur gjë më shumë zën, veç një fjalë keni. Orientalistët kanë bërë librin e parë gati, më të sofistikuar në këtë drejtim, për me gjetë me lehtësim hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ata në kuadër të shumë libra të hadith, jo vetëm Buhari dhe Muslim. Po ai ka kryer kjo punë kur ata janë me luftar të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj imani është sebepi kryesor i fitores tonë. Pa iman as di me luftu, as di me ecë, as di me jetu, na kur ç'do të më bë. Për ta subhanallahu Allahu xhallahu ala ja ka thënë iman do njerëz që më kur të hupin kallzojnë që këta s'dinas me rnumë pa ta. Që këshire musliman ta që kanë hup diku iman apo. Ata le që janë me pa iman, po pa dunjën me se më çfarë janë. Ka do popull Allahu xhallahu ala ja ka mundsu. Kanë shkallësi caktuar ata dhe pa iman gjallojnë. Apo ama ata popull që Allahu ja ka jap iman, ata pa iman s'din me gjallnuar. Buën hor. Ata as haram s'din me votan që duhet. Buën hor. Prandaj duhet të mëçore ku ka mrit puna e muslimanëve. Dikush thot, po asta s'kan iman. Po këta bën pa iman. Se këta janë uzurpues. Apo Allah këta s'don me kon uzurpues. Ma mirë në njëman qështët, apo për mi leju me kon fitues, se sa me au mundësu me kon ryshe e mi shëndru në uzurpues. Kjo është kuptim shumë i hodhat. Apo? Për në sikur se të dikon, që e dënë fort, apo? Një herë, dy herë së ngan, ma që dush, apo? Jo, ata që e dënë, apo? Të minë tënë, dikon që ki tafër, edhe e rej, edhe e gnale, pse? Po s'leje kur, e mësë se lej mu bëhajnë. Apo? Edhe Allah gjellera qënë kësi mesaj, apo? Ma mirë këni me dekë, apo e uzurpus nuk i lej me kopën. Se ju kumë përzirë nërë me kunë umeti Muhammedi s.a.s. E kjo umet du të me konë veç fitus. Ose që është të hi e keqë. Andaj, kjo umet nuk din ryshe. Nuk mundë në zban, nuk dheje zban në pa iman. E imani, reflektimi i parë është që të zbërthet në detalet e adhurimit. Imani i drejt është mbështetjen e Allahut xhallal xhelalu. Një umet që nuk din të vëkull me mua, apo nuk din më mbështet në Allahun xhallal xhelalu. Nuk din. Ka nevojë shumë. Nëse na e bëjmë një, s'po thon te ata që janë musliman me zemra të bardha. Jo se s'po thon te ata janë nalt, po te ata xhamiave, apo te ata veç më bëu me shku, edhe më thon ti kur do më mbështet në Allahun xhallal xhelalu. Çysh ja bën atë? Që aty e merr vesh edhe sa kilometra ka me deri tek shariati apo. Edhe sa me pak o me shumë apo. Prandaj investimi jon, vëllezëruar, në vetët tona, në këtë drejtim, apo e përshpejton procesin e përmirësimit të gjendjes së umetit apo.
Pa e sot fat keq se shumë njerëz konsiderojnë se investimin këtë drejtim, projektet e përmirësimit të akides, të besimit muslimanëve, nuk janë projekte që vlen theksohen apo. Një njeri që arrin apo muslimanët tua përmirëson akiden, kuptimet e caktuara të besimit në Allah xhallahu ala, nuk konsiderohet një punë e madhe që është bërë. Pse? Pse është dikush që ka shpërnda 10 kamiona mill, që kjo ka bërë punë apo. Kjo me të kur për mill s'ka hek apo. Kur e ku përdin hoqë në adim që do kanë hek për mill, unë se di vallaj, unë si kom njek njerëz, a kanë hek për mill, as kanë hek, po a di që ka thonë pejgamberi sa mel faqra akhsha aleikum. Më ka thonë në stut na për juve për mill. Ai ka thonë, unë nuk kam frikë për juve për fukarllëkut. Ai çu ka thonë apo? Ai çu ka thonë? E për çka na e ki frikën ja Rasulullah neve? Ka thonë, unë kam frikë për një punë tjetër për juve. Unë për fukarllëk e di që s'ja kam tut për këtë punë apo. E për çka na e ki frikën? Ja kam frikën en tubsat lakum ad-dunya. Apo që ti hapet dunjaja e tani vetëm e përdor din e përdorim më vramin një tjetër apo. E çetova për lejmë apo. Apo kur zilia e urrejtja bartet mejdanin e dunjallokut apo. Vëse kur unë zgjonona e kemë kuptuar që zgjonohet e vllai jam din apo jo unë çfarë shkatut pe kamon se kur zgjonohet një musliman edhe me zgjerimin e tij zgjonohet ai tjetri, kjo është hajr. Po s'ka fol për këtë Muhamedi sa. Ka fol tu tash kur unë zgjonona tu zgjonu ty ta nxo frymën ty. Tu zgjonona tu ngulfat ti. Apo e atëra që kjo frika apo. Nuk ka mundësi kur apo që duke u zgjonu unë, mu zgjonu edhe ti, përveç se nëse duke u zgjonu unë, zgjonohet xheneti, edhe tu ka ta zgjonu ty, më zgjonohet mua atje, që ata ta zgjonoj ty. Ndryshe, se në mbin me ta zgjonu ty kur apo. Nuk është më mbin më kur me ta zgjonu apo. Veç kur mund të thotë dikush që zgjonoja këtij, apo ta zgjonojmë dikun tjetër na. Çfarë po. Po ndryshe, sado që ta zgjonoj ty në këtë dunjë, me kalkulimet e këtu ti bën që kur ai zgjonohet, s'ka çfarë pa më ngushtu mu. S'ka çfarë pa më ngushtu mu. Kjo është domosdoshme. Andaj kur ti jesëm që të, po zgjerimi yt është ngushtim për mu. E qysh e kalojmë këtë krizë? Veç e qesëm xhenet. E ti për xhenet do të mos atje, se të çka s'ka atje. Apo kuptimi i drejtë asaj pune i bën që sot do të xhenohesh ti, këtë botë me pasti, nuk më ngushton mu kur vëllem. Gjithë edhe unë jam xhan, e këto veç imani e bën atë. Andaj çështot po, çështot janë përpara. E momentum ka pas frikë se imani dobësohet, e kur dobësohet imani, tu rrit ti ku tën sonë hub aftën. Po nuk hub ti vëlla se ti ke fituar, nëse vllai ti ka fituar. Mi po, që kjo është problemi aftën. Andaj sebeb është mbështetja në Allah xhallahu ala. Sebeb është besimi i drejtë. Sebeb është adhurimi ndaj Allah xhallahu ala, dhe këto janë pe sebebe që padyshim në ndihmon me lejen e Allah xhallahu ala që ta fitojmë emrin e Allah xhallahu ala an-Nasir, ta fitojmë fitoren, dalim pi krizave. Gjithashtu pe sebebeve tjera është që i kanë pranuar ulemat, është bashkimi muslimanëve aftën. Uniteti. Nuk ka fitore pa unitet. Po unë po dua i s'po don. Apo don ti, a nuk po don ai, apo don ky e ai e kështu ajo, këtu kanë më gjykuar tek Allahu. Mi po këtu s'ka këtu fitore. Nuk ka mundësi, e pamundshme është pa unitet. Pa bashkim s'ka. Hadithi i Aishës në Buhari, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për një ushtri në Kabe është, ja gëzu Jayshul Kabe. Një ushtri vjen me sulmu Kabën. A morë vesh? Jo Mitrovicën, as Prishtinën. Apo vjen me sulmu Kabën. Do njerëz që aty që janë, qohen edhe do me mbrojt Kabën. Duke luftuar atë dy palë, njëri do me rrëzu, njëri me mbrojt, ju khsefu an awwalihim wa akhirihim. I gëlltit toka teton. Këti përbin. Edhe ata të parë që janë ata të mbram, këti gëlltitën. A është kënë ja Rasul Allah, e ata që në konë të mbrojt, që bëhet me ta, ata që i nare ku, ka thonë pejgamberi ju shëru në alanijatihim, i ngjall Allah në basë qëllimi ty në apëtër. Ti a ke dash me konë me një vllaj, s'ka dash të kështu më radhë, këtu njeti, Allah për këtë në hera të kjo punë. Ama për në dunja, pa unifikim, pa bashkim, pa forcë kolektive, kur gjë s'ka apëtër. Në dunja, kjo nuk nënkupton se ti s'ki me shku në xhenet. Jo, xheneti është diçka tjetër. Por për dunja fitore
pa u bashku nuk ka. E pa u bashku në kuadër të imanit dhe të kuptimit të fesë nuk ka bashkim. Ka se bashkimi fizik për musliman kur s'u kon interesant atë. Kur? Po bashkimi i imanit. E imani, bashkimi me iman çish bëj kur të kupton drejt imanit. Kur të kuptoj që ato një shembull të çeka, kur të kuptoj që kur zgjonon unë, edhe ti e tu zgjonu, mos u ngushto, e që atëre bashkohëm. Pa ma hek që të gale, korrën me ty së në rrjeptën. Se unë e kuptoj që sare ti ngritesh, është për shkak, dhe më onë që komutun e vetën tem që është me ngrit, pëse me të buar gati jotin, apo, nëse që shtot e personalizojmë, apo e nuk ngritet feja duke ngrit në të tonë, në nuk unë u bashkuapën. Që nuk unë u bashku, nuk ka fitora. Prandaj, sa ka ashab pejgamberi sa sallam e laznijepën, apo, që është ujit toka tyne me gjak tyne, apëtën. Wallahi billahi, kush emnat nuk ja u din, apëtën. Heq nuk din emnat tyne, apëtën. Kanë qenë komandant të udhëheqës, kur zin kush janë ata, apëtën. Madje, ka hadithet pejgamberit që shumë janë dobishme, apëtën. Nuk dihet emri i sahabis si ka vetë. Janë mënu ulema si kur Ibn Hajeri, apo, ulema të tjerë që kanë shku për sahabi, ka mund si ky, ka mund s'dihet, në fund s'dihet emri i tij, apëtën. Kush? Gja rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, njëri ka vetë pejgamberi. Kush është ai? S'dim na kush është ai. Veç na kthemi radhiyallahu anhu, për to bollçika. Apo Allahu kuft i kënaqur me të. Çaq, a din Allahu kush është? Çka më rëndësi atë? Sa ka për muslimanët? A dini vëllazëruar sa ka gjatë historisë për ulemave? Wallahi që kanë qenë, Allahu i ka bë. Allahu i ka bë. Çelca të sigurisë për këtë umet. Ju emrat nuk e udhëni atë. Ju emrat nuk e udhëni. Ai bën aty në zarar, kur nuk e bën. Na krej që të bashk, apo një muj ditë seminar me majt, për me fol, për kontributin e Shekh Albani rahimullah, ndin që ka bo, ju garantoj që s'munëm as mu afrua, për. Ose për kontributin e Shekh Bin Bazit, s'munësh, se pa mundëshme, apo, nuk mundësh. Mirë po, a e ka ndalë kjo Bin Bazin, kor, apëtër. A e ka ndalë kjo Shekh Albani, kor. Për kundazi, Shekh Albani rahimullah, gjithmonë shku duke ju ngulfat, duke ju ngushtu hapësira e veprimtarisë. Apo dëboja për atje, pengoja këto, luftoja aty. Mirë po ati që Allah ja zgjeron, së në ngushton kërkosh e Allah. Allah ja ka zgjeru autoritetin Shekh Albani rahimullah, krejt bota mu që më janë ngushtu, e s'munën atë. Pse? Pse i ka dash veç Allah me azu, ka dash më ngrit për mes e në nasir. Edhe Allah gjellore e ka ngrit atë. Edhe çdo kush që shtu atë. Prandaj, nëse unifikohemi në kuptime të fesë, dhe për hir të fesë, mund të fillojmë të kalkulojmë edhe sa umet. Mirë po, a mundesh me kalkulu rrënd të shtëpia, edhe magjësore, këqyrë saatin, edhe sa umet me mërit dhe inferizaj, sumet edhe heq asnjë, apo, se sune macet të që njësë heq, apo, kur t'ja njësë me ecë, edhe një hapë, në komë shkajsh, mund me këqyrë saat edhe sa umet. Po, mos qërin saat edhe kur vjen fitoria, kur vjen kjo, jo, mos qërin saat se hala nuk u bë hapi i duhur, apëta. Andaj, uniteti muslimanëve është sebeb themelor për të bashkuar. Prandaj, çdo projekt i cili i kontribon muslimanëve për më unifiku është në drejtim të duhur apo. Më u bashku është në drejtim të duhur apo. Mirë, po sipas kuptimit të unitetit. Nga sot folet shumë, duhet muslimanë u bashku. S'ka musliman në botë i cili thotë ndaqi me fitu do të më përço. Krejt tonë do të më bashku, apo mirë, po të paktin ata që e vazhdojnë më tutje udhëtimin e qysh pra. Na duhet më bashku, po qysh? E këto qysh pakin ata që e në të e bëmë muhabet ato. Na duhet më bashku, po qysh më bashkuna? Kur vjen këto qysh, as me qyshin tem, as me qyshin tënë, po duhet me qysh i ka bashku pejgamberi as hap të vetëm. Nga se më të përqam se Kurejsh s'munë më bëmë. Më të përqam se Efsi dhe Khazreqi s'munë më bëmë. Qata Efse Khazreq që në konë të ufaru këtë burrat e tyne, ju në shëndu në një grup, apo, që jenë ensar. Krejt që ka vjenë mas kësaj, apo, ti e ki shtirë me kuptu kush Efse, kush Khazreq. Para se më bëjë ensar, s'ka qare pa u ditë, kjo është Efse, kjo është Khazreq. Mas që i ka unifiku në një mbrell, këtë ensar, i në shkri mu Efse dhe Khazreq. A i që ka bashku pejgamberi, që a i ka bashku, që ashtu bashka e Allah. Ka se Allahu thot në Kur'an, se a i ka bashku. Jo ti. Ka se leu në fakte, ti me pa dhonë me shpenzu. Jo që akon tokë, po që akon qilë dhe në tokë, me i bashku, ma e lefte bejnëm.
së në kështë e bashku kur. Kur së në kështë e bashku? Qëka i bjen kjo? O Muhammed, edhe ti mas ti, sallallahu sallam, në qofë se sarë dy musliman nuk binu i di, për shambull, dy musliman nuk janë patimit, ti qofë nëse ty jep 1 milion euro, ty 1 milion euro, a bashkoni, apo? Allah o thot, ma gjdo mas pajtimi, edhe ma i vogël, ka 10 milion euro me u pejep, së bashkoni ata kur. O lakim në Allah e lefebenu, veç Allah i ka bashkua për. Ata i ti mu shë bashku njështë, kuptim munafikis, apo ati hipokrit që është bashkuan, ja, po flasëm kuptim të islamit që mu lidhë zemra ata për. E këto lidhen veç me një urë, ura e kuptimit të drejtë të fesë, që është imani, besimi, vepra e mirë, pasimi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Gjithashtu prej sebepeve që duhet të kemi parasysh, vëllezëruar, kur bie fjala për fitoren dhe përfitimin nga emri i Allahut En-Nasir, është që të largohemi prej sebepeve të cilat e sillin humbjen, e sillin dështimin. Prej këtyre sebepeve kryesore është të largohemi nga çdo sebep që na devijon prej feja. Apo çdo sebep, shirku, kufri, bidati, gjunahi, këto janë sebepe që e devijojnë fen. Edhe çdo devijim prej feje, devijon edhe ty për fitore sot. Qase nuk mundet feja me deviju kësajt e unë vazhdoj lirë shumë e as mundet. Nuk mundet. A ka mundsi njëri është i gra kerret apo edhe kerri rrotullu bolla me e ai tani pi kerret, kerri ka rrotullu ai po ecën koma asfalt apo. Jo, aty ki rrotullu me gjithë kerr. Pasuhet mandej so ki më vrarë diçka tjetër, mi po është e mundshme, kerri rrotullu e kjo vazhdoi udhimin me tutje. Kerri me çatje ai, jo është e mundshme. Ti e tu thu ka fitore me fen tonë. Në qoftë se ajo shtramohet, edhe ti e shtramohet. Në qoftë se ajo devijon nga qëllimi, edhe ti ke devijuar nga qëllimi. Nga se me ta do me arrit çat jap. Prandaj gjitha këto sebepe janë që padyshim e sjellin muslimanin në situatë që mos ta meriton ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Shumë të këto sebepe, do të them veç mundohen të sebepet, për shembull e devimit në rrafën e besimit, apo sa ka këtu devime, sa ka bestytni që qarkullojnë mes në muslimanëve që kanë nevojë për përmirësime. Është temë në vetë që duhet më fol për ta. Por gjitha këtu unë po i ceko veç për një arsye të caktuar apo. Është që ta matin veten, a jena vëllai drejtim duhur as jena, veç të dim. Se kur e di që jam drejtim duhur, apo edhe pse luhet na shumë, apo e di që umet edhe pak, po para mëna ti me ngajt. Edhe kur të vet dikon, a është ngat bre, kush është ngat? Po çka fillon vani? O vëllai të sina drejtim hiç, apo a çka keq me ton dikush? Po unë jam lodh, Allah ti e lodh për lëmjotë, po ti kësaj ulla nuk ka për atje. Që ka më skeqtë. Se kur të lodhesh si shumë, me dikush thot, veç vazhdo, veç drejt, që tu je, atëra ti jam në farlloj motivi edhe ambicie, vazhdo s'ka gale. Unë jam lodh sa i, po masi që tu është çfarë është po. Ama para mëna mas një lodhje, mas një kilometrazh shumë të gat, dikush më thon që më fal, po kush të ka thonë që kësaj do ulla. Që kjo është më e keqja e mundshme. Që kjo është dështimi më i madh. Prandaj largon nga çdo sebep apo që të zhgënjen në fund kur të vet dikush kush të ka thonë mirak kësaj apo. Kjo është shumë pyetje e madhe, është sfidë jetësore, apo që duhet na me e hulumtu, me analizu çdo cep tjetës tonë, çdo mejdan tjetës tonë, çdo lëvizje tjetës tonë, ka dalë. Me bo Allah me vet kush të ka thonë mirak kësaj. Prandaj gjitha këto sebepe që na zhgënjen nesër tek Allahu xhallahu ala. Dhe gjithashtu na vonojnë nga udha e drejt, duhet më largu muslimani për ty në mënë. Andaj, inna Allahi la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ata që bëjnë mirë, Allahu se hum mund të tyne. Po ti gjithmonë je në drejtim të këtij përmirësimi. Gjithmonë je në drejtim të këtij soi përgatitje. Sikur se ka kërkuar Allahu për ti. Nëse jemi gjithmonë këtë drejtim, me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu, an-Nasir nuk do të mungon në asnjë segment të jetës tonë, gjithmonë kimë gjet përpara. Gjithmonë kimë gjet. Kimë gjet përpara. Para teje ta ka qeli udhën. Mbele nuk kinoj me shku tek telashja e araboshit para se me shku. Ta jekum na, ti veç ato. Sikur se ka në hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, apo ka thon pejgamberi sa ihfazillah yahfazka. Ruaj Allahun, trun Allahu xhallahu ala. Apo
Çka ka thënë kodat e hadithave? Ruje Allahun, apo te gjithhu të gjahek. Shika, e gjenë për para te jepën. E gjonë për para, s'ka nëve me e thiri, arab, që të me të hajde, ja s'ka nevoj. Se ndihma sot lypët, a mu është me thirë, zjarë fiksat, pa ku kallë shpija. Jo, do të me njësë mu kallët i thirë, atë e në mas tije, do të marë. Zjarëfika vinë mas zjarët, apë. Nësë pegamë se po thënë, pat prek zjarë, Allah në ki, po në qofë se ecë, apë, që është duhet, apë. Asë një sfid nuk të befason, asë një sfid nuk gjënzën, në qofë se ti ecë si bas regullave të caktuara. Qëto është sfida e muslimanëve, apë. Qëto është boshti i problemet muslimanëve. Në qofë se e te i kalojnë këtë sfid me sukses që është duhet. Me lejen e Allah xhallahu ala, çdo përpjekje e tyre në të ardhmen do të kurrizohet me suksese, nga sa ai që është në Nasir ju garanton fitoren edhe ju garanton ndihmën. Edhe për fund çka dua të them prej përfitimeve nga ky emër është që ta shpeshtojmë lutjen e Allah xhallahu ala me këtë emër apo. Nga se pejgamberi sa vazhdimisht ka bëu dua Allah xhallahu ala me këtë emër dhe me kuptimet e këtij emri që Allah xhallahu ala t'i ndihmon apo. Andaj adhunë e lusë Allah xhallahu ala me emrin e tij An-Nasir dhe me emrin e tij El-Aziz, El-Jabbar, El-Qawi, apo me emrin e tij El-Qadir. Me gjitha këte emrat e bukur të Allah xhallahu ala të tjerë, e lusë Allah xhallahu ala që Allah të ndihmon. Të ndihmon fillimisht në kuptimin e drejtë fesë, në ndihmon në përmirësimin e koncepteve dhe kuptimeve tona, dhe të në ndihmon në bashkimin tonë mes vete. Allah na i bashkov zemrat në hak, edhe na mundësov që t'jemi argat hakut vazhdimisht, dhe ndihme Allah nuk do të mungon, sikur që lusë Allah xhallahu ala që Allahu të na nderon me vdekje të ndershme, sikur se është Allahu xhallahu ala i kënaqur. Tjetë në rrugën e Allahu xhallahu ala dhe tjetë atëherë kur Allahu është i kënaqur me neve. Allahu xhallahu ala mos na marr shpirtin atëherë kur është i dhunpi neve. Po na mundsoj që të vdesim kur është i kënaqur me neve dhe pastaj pas këtij akti takimet e tjetë dita më e këndshme për neve. Allah e shpërblet me kaq për do fund sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.